Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush lajmin më të fundit. Eglitako, siç duket, po rikthehet me shumë pozitivitet, po rikthehet me shumë fuqi dhe po rikthehet me shumë dashuri në tregun muzikor, por gjithashtu dhe në emisionin Yezdej, një emision që në fakt që në edicionin e parë pati një mbështetje të jashtëzakonshme, pati komente pozitive, pati dhurata shumë të bukura, dhurata që në fakt ka marrë dhe ditën e djeshme shumë, që të gjitha emocionet e saj po i ndan në dritaren e Instagram me të gjithë fansat edhe me të gjithë ndjekësit. Eglitako ditën e sotme ka bërë një veprim tjetër në Instagram, ka postuar një fotografi shumë të bukur. Egli ka paralajmëruar fansat e saj që së shpejti do të sjellën këngën e re dhe të shumë premtuar. Një këngë që në fakt do të jetë një bashkëpunim me një artist të ri, por me një potencial shumë të madh artistik. Bëhet fjalë për Angelo Koçin, e njihni të gjithë sepse Angelo nëpër videoklipet e tij ka patur figurante shpeshherë edhe gocat e përputhen. Sot faqja zyrtare e Eglitako në Instagram ka shpërthyer nga reagimet. Një postim i vetëm, një fotografi e thjesht, por plot kuptim, ka mjaftuar që ndjekësit e saj të rikthehen në ethet e pritjes. Këngëtarja e dashur për publikun shqiptar ka zgjedhur ta paralajmëroj projektin e saj më të ri si një detaj delikat, por me shumë domethënës. Një shkrepje nga procesi i montazhit të videoklipit. Do me thënë, Egli ka nxjerrur një fotografi nga videoklipi ku duket e veshur me një xhupë lëkure, e grimuar në formën më të mirë të bukur dhe me një qëndrim shumë fantastik. Kjo gjë në fakt e ka bërë Eglin që të merr vëmendjen dhe të jetë në qendër të vëmendjes, të ndiqet shumë se çfarë Eglitako po sjell dhe çfarë në fakt do të presim në këtë rast nga Eglitako. Ky imazh i vetëm ka qenë si një kod i fshehtë që u deshifrua menjëherë nga fansat, duke kuptuar se kthimi i Eglit në skenë është çështje ditësh. Do me thënë, është për t'u vlerësuar dhe për t'u duar trokitur energjia, sepse të paktën ne që merremi me media e dim shumë bukur se sa është e vështirë që një artiste apo një personazh të bëjë dy gjëra njëkohësisht. Do me thënë, edhe të sjellën videoklipe dhe të mundohet të punon këngë të bukura, dhe të mundohet të zgjedhën bashkëpunëtorin, dhe në anën tjetër të jetë edhe moderatore, të jetë protagoniste në emisionin e saj Yezdej që tashmë, siç duket, po merr një maraton shumë të fuqishme. Kënga e re e mban titullin Nëse të kujtohem. Unë e di që fansat menjëherë këtë këngën do ta lidhin me gjestin dhe jam shumë i bindur që për të shkuar kënga sa më virale, për të marrë kënga sa më shumë komente, për të shpërndar sa më shumë, jam shumë i bindur që Egli në këtë tekstin me patjetër që ka përdorur ndonjë fjalë që e ka thënë brenda në shtëpinë e Big Brotherit së bashku me Gjestin, sepse në një farë mënyre, duam apo s'duam, Egli dhe Gjesti kanë zbërthyer formën e tyre të marketingut dhe e din se si në fakt të vinë tek publiku shqiptar. Do me thënë, kënga quhet Nëse të kujtohem, nga pamja e montazhës që shohim, bëhet fjalë për një balad, do me thënë nuk kemi të bëjmë me një këngë ritmike, nuk kemi të bëjmë me një këngë me ritëm veror, por kemi të bëjmë me një balad. Videoklipi siç duket është xhiruar natën, do me thënë do të shprehim emocione dashurie dhe bëhet fjalë, realisht nga titulli nëse bazohem, bëhet fjalë për një ndarje. Më falni, dhe ndryshe nga herët e tjera, këtë herë nuk do të jetë një performancë solo, siç e thash. Egli ka zgjedhur të bëjë një bashkëpunim surprizë me një artist të ri në tregun muzikor, por me një zë që në fakt po bën diferencën. Angelo Koçi. Ky emër i freskët, ndonse i panjohur për një pjesë të gjerë të publikut, ka nisur të tërheqë vëmendje për vokalin e tij të fuqishëm edhe tepër unik. Një timbër që jep ndjesinë e sinqertë në këtë rast çdo këngë. Nga detajet e para që mund të kuptohen, bëhet fjalë për një baladë të fuqishme emocionale. Edhe pse teksti i këngës nuk është bërë akoma publik, vetëm titullin në fakt e ka bërë Egli vetë publik Nëse të kujtohem, mjafton për të lënë të kuptohet se do të flitet për kujtime,
dhimbje dhe ndjenja që rikthehen fuqishëm në momente të caktuara të jetës. Egli Tako njihet si një ndër zërat femëror që ditë të shndroj fjalët në emocione të gjalla, ndërsa këtë herë bashkëpunimi me një zë mashkullor si ai Angelos premton një dialog muzikor plot shpërthime edhe ndjesish. Një burim pranë ekipit të saj artistik është shprehur se kjo këngë është një nga projektet më të veçanta të Eglit. Është një krijim që flet me zemër, një këngë që do të prek të gjithë ata që e kanë provuar ndarjen, mallin edhe kujtimet. Është një balad që nuk mund të kaloj pa u vënë re në asnjë lloj mënyre. Publiku është mësuar që tashmë Egli Tako të vi kryesisht me projekte të vetat, por zgjedhja për të bashkëpunuar këtë herë është parë si një hap strategjik i mirë menduar dhe mbi të gjitha si një mënyrë për të sjellur diçka pak më ndryshe. Angelo Koçi, edhe pse në fillimet e karrierës së tij, po shihet si një nga prurjet më të forta të skenës. Zëri i tij dallon, është i freskët dhe me ngjyrime që sjellin një formë moderne, por njëkohësisht të thellë. Kjo e bën duetin e tyre një kombinim që në fakt premton sukses. Në rrjetet sociale, fansat kanë nisur menjëherë të bëjnë krahasime dhe të imagjinojnë se si do të tingëllojë ky duet. Shumë prej tyre e shohin si një bashkëpunim të artë që mund të hapë për rrugë për projekte të tjera të ngjashme në të ardhmen. Fotografia e postuar nga Egli, e cila duket se është shkëputur në një studio montazhi, nuk ka nevojë për shumë fjalë. Atmosfera e saj e errët, përqendrimi i artistes dhe titulli i shkurtër kanë qenë më se të mjaftueshëm për të ngjallur entuziazëm. Brenda pak minutash, postimi u shpërnda me shpejtësi, ndërsa komentet u mbushën me pyetje të tipit: kur publikohet kënga? A do të ketë klip zyrtar? Kjo do të jetë hiti i dimrit. Industria muzikore shqiptare është mbushur me ritme verore, këngë klab dhe eksperimente të shumta, por baladat gjithmonë kanë pasur një vend të veçantë në zemrat e publikut. Ky projekt i ri pritet të sjellë pikërisht atë që i mungonte tregut në këtë periudhë. Një këngë që dëgjohet natën vonë, që të kujton dikë, që të prek deri në palc. Analistët e muzikës e cilësojnë këtë projekt si një ndër surprizat më të këndshme në fakt të këtij viti, duke theksuar se kombinimi i zërit të ëmbël dhe të ndjerë të Eglit me fuqinë vokale të Angelos do të krijojë një kontrast të perfekt në interpretim. Por realisht nëse bëhet pyetja se në këtë mes çfarë pritet më tej, deri më tani nuk ka ende një datë të konfirmuar për publikimin e këngës, por fakti që Egli ndodhet në fazën e montazhit tregon qartë se gjithçka është gati për të shpërthyer. Sipas burimeve, publikimi mund të ndodhë brenda javëve të ardhshme, edhe më shumë gjasa do të shoqërohet me një videoklip artistik që i shkon për shtat dramës së këngës. Ndërkohë vetë Angelo Koçi ka preferuar të mos zbuloj shumë, por ka shpërndar në story një pjesë të postimit të Eglit, duke e lënë të kuptohet se edhe ai është i emocionuar për këtë projekt që mund të jetë trampolina e tij drejt famës më të gjerë. Realisht për Angelon është më se e vërtet që kjo është trampolina e tij drejt famës më të gjerë, ndërsa për Eglin do të presim emocionet e saj që në fakt do të na sjellën me këtë balad kaq të bukur.